Ujku, qeni dhe ironia tragjike e shoqërisë njerëzore. Në një ilustrim të fuqishëm dhe një bisedë metaforike midis ujkut dhe qenit, fotoja që po analizojmë ngre një pasqyrë të thellë dhe tronditëse mbi mënyrën se si njerëzit i perceptojnë dhe i trajtojnë figurat e besnikërisë dhe sakrificës në shoqëri. Dialogu simbolik, ujku dhe qeni. Ujku, me ironi dhe keqardhje, pyet qenin. A i ke ngrënë fëmijët e tyre? Jo, përgjigjet qeni. A i ke tradhtuar? Jo. A i ke mbrojtur nga unë? Po. Dhe pastaj vjen pyetja më therrse. Si e quajnë njeriun trim dhe inteligjent? Qeni, me një dhimbje të fshehur, përgjigjet. E quajnë ujk. Ironia që djeg, kur heroizmi maskohet me krim. Kjo skenë është një metaforë e madhe për mënyrën se si shoqëria njerëzore shpesh i sheh dhe i shpërblen sjelljet. Qeni, simbol i besnikërisë, i mbrojtjes, i dashurisë pa kushte dhe sakrificës, nënvlerësohet, përbuzet dhe përdoret si fyerje, qen. Ndërsa ujku, grabitqar, vrasës, i pamëshirshëm, shpeshherë përdoret si metaforë për guximin, për zotësinë, për trimërinë, për liderin rebel. Lavdërohet. Shndërrohet në simbol të forcës. Ujku, duke reflektuar, thot. A nuk të kemi këshilluar që në fillim të mbetesh ujk me ne? Dhe më pas vijon me rrëfimin e hidhur. I vrava fëmijët dhe bagëtinë e tyre dhe i tradhtova vazhdimisht ndërsa ata akoma heronjt e tyre i përshkruajnë si ujk. Shoqëria që çmon grabitqarin dhe përbuz mbrojtësin. Ky mesazh prek rrënjët e padrejtësisë njerëzore. Në realitetin ton shoqëror dhe politik, shpeshherë ndodh që njerëzit që sakrifikohen për të tjerët, që janë të ndershëm dhe punojnë për të mirën e përbashkët, përçmohen si të dobët apo naiv. Ndërkohë, ata që i grabisin, i shkelin dhe i tradhtojnë të tjerët, glorifikohen si të fortë, lider, të zot për kohën e tyre. Kjo është tragjedia morale e kohëve moderne. Mesazhi përfundimtar, koha për reflektim. Në fund, fotoja na lë me një shprehje që godet në ndërgjegje. Duhet të mësoni se qenjet njerëzore adhurojnë xhelatin e tyre dhe thyejnë ata që u janë besnik. Ky është një mesazh që na sfidon të pyesim veten. Kush janë ujqërit që ne lavdërojmë sot? A janë vërtet të fortët ata që shkelin të tjerët? Dhe më e rëndësishmja, pse vazhdojmë të përçmojmë ata që na mbrojnë, që sakrifikojnë për ne, që janë qenë në kuptimin më të bukur të fjalës? Të zgjedhim kujt i japim lavdin. Është koha të ndryshojmë narrativën. Është koha të respektojmë besnikërinë, sakrificën, nderin. Është koha të ndalojmë së përqeshuri qenët që na ruajnë dhe të fillojmë t'i shohim ujqit për atë që janë, grabitqar që vetëm përfitojnë nga ne, por që ne u japim lavdi. Sepse një shoqëri që ngatëron viktimën me xhelatin është e dënuar të përsërisë historinë e vet më të errët.